Ambasadori i Austrisë në Shqipëri Monika Zak ka vlerësuar nga Shkodra progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Duke shprehur mbështetjen e Austrisë, ambasadori Zak voli në dukje se rruga deri në anëtarësimin e plotë të Shqipërisë në BE nuk është e lehtë pasi ka shumë sfida që duhen kaluar. Ka ende shumë reforma për të planifikuar dhe për të zbatuar gjithashtu, por sigurisht ajo që dua të them është se progresi i Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian është i dukshëm dhe kjo rrugë është hap pas hapi. Është një proces që do të validohet me reformat dhe legjislacionin që do të bëhet lidhur me këtë rrugëtim. Deklarata u bë gjatë kremtimit të festës kombëtare të Austrisë në Shkodër që organizohet prej mos e 2 dekadash nga konsulli i nderit në këtë qytet Gjergj Leqeza. Ambasadorja Zak theksoi se këtë vit festa kombëtare e Austrisë është më rëndësishme pasi përkon me disa përvjetor. Është bërë tashmë traditë që në përvjetorin e festës kombëtare të Austrisë të bëhet edhe hapja e javës kulturore austriake në Shqipëri. Këtë vit ka edhe më shumë rëndësi sepse ka disa përvjetore. Njëri prej tyre është 30 vjetori i anëtarësimit të Austrisë, Suedisë dhe Finlandës në Bashkimin Evropian, dhe po ashtu është edhe 200 vjetori i Johann Strauss. Në festën e Austrisë në Shkodër morën pjesë drejtues të pushtetit vendor, të klerit, të institucioneve, si dhe personalitete nga fusha të ndryshme.